Gjendja shëndetësore e agentit të AMP-s Mustafa Sheqeri mbetet kritike 2 ditë pas atentatit të rënd që tronditi zonën e Rinasit. Burimet zyrtare nga Spitali i Traumës bëjnë të ditur se 40 vjeçari ishte në reanimacion, intubuar dhe me kujdes intensiv pasi ka marrë 10 plag nga breshërit e plumbave mes tyre dhe 2 në kokë. Ngjarja ndodhi të martën rreth orës 14:20 kur automjeti tip Benci bliduar me cilën udhëtonte Sheqeri dhe Gilmando Dani u qellua me breshëri automatiku pranë rreth rrotullimit të aeroportit të Rinasit. Dani, i njohur si krau i djathtë i Emiliano Shullazit, humbi jetën në vend, ndërsa Sheqeri, që drejtonte mjetin, mbeti rënd i plagosur. Sipas hetimeve paraprake, autorët kanë përdorur një automjet tip Toyota me targa greke, nga i cili kanë qelluar nga afër me Kalashnikov, duke i lënë pak mundësi reagim viktimave. Burime nga grupi hetimor bëjnë të ditur se atentati është organizuar me saktësi, pasi autorët e kanë ndjekur makinën që nga momenti i largimit nga aeroporti, ndërsa kanë profituar nga trafiku i ngadalt për ta qelluar. Pas krimit, automjeti i autorëve u gjeti djegur plotësisht në fshatin Halil të Krujës, në një zonë të pyllëzuar pranë porrojit, ku policia gjeti 3 Kalashnikov dhe një pistolet që dyshohet se janë përdorur në ngjarje. Hetimet po zhvillohen në disa pista, ndër të cilat më kryesoret janë konfliktet e mundshme të viktimës Gilmando Dani dhe lidhjet që Sheqeri mund të ketë pasur përmes detyrës së tij në AMP. Një tjetër pistë që po verifikohet lidhet me udhëtimin e tyre të fundit në Barcelonë, ndërsa dyshohet se informacionet për lëvizjen e Danit mund të kenë rrjedhur nga një agjenci udhëtimi që mund të jenë përfshirë në mënyrë të tërthort në organizimin e atentatit. Policia e shtetit dhe prokuroria e posaçme kanë ngritur një grup të përbashkët hetimor për të zbardhur këtë atentat të mirë organizuar që ka rikthyer në vëmendje përplasjet e vjetra mes grupeve kriminale në kryeqytet.